Kjo që shihni sot pas meje, dikur ishte krenari arkitekturore, por edhe tregtare e qytetit të Shkupit. Por sot e vërteta qëndron më ndryshe, madje është e dhimbshme. Qendra tregtare e qytetit po shembet dal nga dal. Rënjet e pjesme të çatis, demolimet, papastërtia tregojnë se sa e rrezikshme është kthyer ndërtesa në fjalë. Katet e sipërme janë bosh, dyqanet janë mbyllur, tabelat si jepet me qira dhe shitet mbizotrojnë vitrinat. Por besojeni ose jo, çmimi për të blerë 1 metër katror në këtë vend të shkatruar është 2500 euro, kurse për të marrë me qira, ofertat nuk mungojnë, ka nga ato që jepen edhe për 0 euro. Në të kaluarën, kjo ishte qendra më e frekuentuar në Shkup. Në vitin 2017, autoritetet vendosën të ndërtojnë një park artificial dhe mbollën gjelbrim, e menduar si hapësirë publike që do të rriste frekuentimin në këtë qendër. Megjithatë, ideja në fjalë rezultoi e dështuar, ndërkohë që qytetarët po shprehin shqetësimin e tyre në rrjetet sociale, duke pyetur veten se si ndodhi kjo. Ky kompleks tregtar nuk është i vetmi që po shuhet. Edhe qendra tregtare Soravia e vendosur afër saj, në qendër të Shkupit doli në shitje për shkak të borxheve të papaguara. Vetë i paqartë fati i qendrës tregtare të qytetit, por kjo ndërtesë që dikur përfaqësonte progresin urban të Shkupit, sot është kthyer në një simbol të harresës.